Sa mirë që e përmendët, sepse dua të ndaj edhe një element me ju, edhe është fakt për të ardhur keq. Organizohet tani samiti i radhës që është në prill, edhe komisioni i diasporës do duhet në një shtet normal të ishte bashkë organizator. Pra, minimalisht komisioni duhet kishte disa detyra, duhet jepte kontribut me deputetët e majtë, djathtë etj. Të ishte i shpërndarë nëpër panele, sepse është organizuar me disa panele, ku secili deputeti dhe sipas fushave dhe sipas detyrave që kanë komision të jepte kontribut. Dhe jo vetëm që nuk është përfshirë si bashk organizator, por komisioni supozohet që do të jetë një dëgjues i fjalimeve të kryeministrit, të ministrit, të drejtuesit politik të diasporës, që është kryetari i grupit Partisë Socialiste të këtij të atij. Dhe unë personalisht kam refuzuar që të bëhem pjesë e fasanës. Unë nuk mund të shkoj në një samit si kryetare e Komisionit të Diasporës, kur nuk kam asnjë zë në kapitullin e këtij organizimi, kur minimalisht nuk mundet as të kemi informacion për të informuar ne diasporën që të bëhet pjesë, apo për të thirrur element, apo për ditur kush janë temat kryesore, apo për ditur elementet tjera të organizimit. Dhe realisht samiti është përdorur deri tani, të paktën kështu siç po organizohet edhe ky, është përdorur si një moment propagande, si një moment show, si një moment mbledhje për t'i bërë elozhe partisë edhe për të bërë turizëm elitar, një pjesë e miqve që ka partia në diasporë, dhe ky është realiteti deri në këtë momente. Nëse në të ardhmen do të kemi ndonjë ndryshim, do t'ju informoj, po deri në këtë momente ne thjesht e dimë nga reklama edhe nga publikimet që kanë bërë ata që është samiti, dhe ka zero rol komisioni parlamentar pikërisht për diasporën në samitin e diasporës.